Zgjedhja e avokatit të popullit ende nuk po merr formë, ndonse të martën Partia Socialiste dhe Partia Demokratike arritën një konsensus. Socialistët deklaruan se nuk do të dalin me një emër kandidati dhe se do të pranonin e mbështesin kandidaturat e opozitës, ndërsa këta të fundit propozuan menjëherë formulën për zgjedhjen e avokatit të ri të popullit. Megjithatë, raportohet se Partia Socialiste ka konfirmuar se nuk do ta pranojë formulën e PD-s për zgjedhjen e avokatit të popullit. Formula e PD-s parashikonte që opozita të propozojë 6 kandidatura, 3 të zgjidheshin nga PS-ja dhe 1 të votohej në seancë plenare. Sipas PS-s, të gjithë emrat që kanë mbledhur firmat e nevojshme do të shkojnë për votim në seancë plenare. Votimi për zgjedhjen e avokatit të popullit pritet të bëhet në datë 11 dhjetor. 7 kandidat kanë arritur të sigurojnë firmat e nevojshme për të vazhduar në fazën e ardhshme të procesit për postin e avokatit të popullit. Aranita Brahaj, Besim Ndregjonaj, Jola Hysaj, Tartar Bazaj, Adriana Kalaja dhe Endri Shabani.